Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasit AD, 51 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit u ushtruar nga shërbimet e policisë së rendit, në autometin e tij u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një shufër metalike me hapje, armë ftohtë. Po këta specialist referuan materiale për vlerësim pasi më datë 11/12/2025 ka ndërruar jetë, dyshohet për shkaqe natyrale në spitalin psikiatrik ku kuroi prej vitesh shtetasi EB 48 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materiale për vlerësim pasi më datë 10/12/2025 ka bërë kallëzim shtetasi ALR, 51 vjeçe, banuese në Gjermani, se ndodhet në konflikt pronësie për një sipërfaqe toke në fshatin Jal me një kompani ndërtimi. Më datë 11/12/2025 nga specialisti i policimit në komunitet pranë Komisariatit të Policisë Vlorë u trajtua një rast i ndodhur në ambientet e një shkolle 9-vjeçare në Vlorë, ndërmjet 3 nxënësve të mitur të kësaj shkolle. Gjatë orëve të mësimit, duke luajtur me njëri tjetrin, njëri prej nxënësve të mitur është dëmtuar lehtë në dorë nga një send metalik, të cilin e kishin marrë në dhomën e sanitare së shkollës. Në prani të punonjësit të policisë, stafit të shkollës, psikologut dhe prindërve, situata u sqarua dhe palët nuk paraqitën pretendime. Më datë 11/12/2025 u kryen verifikime për punime në parkun arkeologjik të Finiqit, ku rezultoi se po kryeshin punime restaurimi të murit të bastionit në këtë park, me aplikues institucionin kombëtar të trashëgimisë kulturore dhe zhvillues DRTK Vlorë, në zbatim të vendimit të lëshuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.